إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, ne jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Jemi në një muaj në të cilin Allahu Azza wa Jall ka hapur dyert e rahmetit dhe të mëshirës. Siç na tregoi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur tha: "Idha jaa Ramadan futihat abwabu rahme." Kur vjen muaji i Ramazanit hapen dyert e rahmetit, hapen dyert e qiellit, hapen dyert e xhenetit gjatë këtij muaji. Dhe ato janë të hapura deri në fundin e Ramazanit. Prandaj vëllezër të dashur musliman, ne e përmendëm herën e kaluar se nëse ne nuk jemi të ruajtur prej mëkateve të mëdha, nëse ne nuk jemi të ruajtur prej gjunaheve të mëdha, atëherë muaji i Ramazanit nuk bëhet sebeb për më na u fal mëkatet e vogla dhe gjunahet e vogla. Këtë e përmendëm herën e kaluar. Ndërsa prej rrugëve, kjo rrugë që të ndërprejnë ty mos më të falë mëkatet dë vogla hiç gjatë këtij muajit, është edhe ajo shkputja e lidhjeve farefisnore. Shkputja e lidhjeve farefisnore. Prandaj e kemi rastin e volitshëm, rast të mirë, që edhe armiku joni i përbetuar, shejtani i mallkuar, edhe ai është i prangosur, të paktën janë të prangosur, të lidhur ata generalet e tyre, edhe mundësinë e kena më të madhe, sepse jashtë muajit të Ramazanit ndoshta ti don me majt lidhjen farefisnore, don mu largu për këtij mëkati, se ata të cilët nuk i mbajnë lidhjet farefisnore janë në mëkat, janë gjunah, janë haram të madh. Edhe përderisa ti je në haram të madh, atëherë mëkatet e tua të vogla nuk të falen prej këtij muajit të Ramazanit. E atëherë është rast ta shfrytëzojmë muajin e Ramazanit, ti mbajmë lidhjet farefisnore. Nëse ndonjëri prej neve ka qenë lidhja e tij me prindin e tij s'ka qenë e mirë, le ta forcon atë. S'ka qenë e mirë me babain e tij, me nënën e tij, le ta forcon. Nëse ndonjëri ka qenë prej tyre që s'ka pasur lidhjet e mirë me vëllain e tij, me motrën e tij, me dajallarët e tij, me migjallarët dhe agallarët e tij, me djemtë e migjallarëve dhe agallarëve të tyre, atë le ti forcon lidhjet. Përndryshe, ai është në mëkat të madh, është në mëkat të madh dhe kjo është pengesë që ty mu të fshijë mëkatet e vogla gjatë muajit të Ramazanit. Allahu Azza wa Jall e vlerësoi shumë këtë çështje. Kur tha Allahu në Kur'an tha: "Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham." Tha Allahu Azza wa Jall, keni frikë Allahun Azza wa Jall. Keni frikë Zotin e Madhërisëm që me emrin e tij ju përbetoheni, ju betoheni në emrin e Allah, pra keni frikë Allahun, tha Allah në këtë vend në Kur'an, dhe tha, keni frikë Allahun dhe mbani lidhjet farefisnore. Allahu Azza wa Jall na tha në mënyrë të prejme. Pastaj edhe vetë pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam në hadithin që sjell Imam Buhariu, tha pejgamberi: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Nëse për juve është ndonjëri që beson Allahun edhe beson ditën e gjykimit, atëherë le ti mbon lidhjet me farefisnin e tij. Kështu na tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Pastaj na tha pejgamberi me një hadith tjetër që sjellet në dy sahiha. Tha pejgamberi: "Man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi." Nëse ndonjëri për juve dëshiron që pasuria e tij të shtohet, nëse ndonjëri për juve dëshiron që pasuria të rritet dhe
wa yunsa'u fi athari, edhe nëse ndonjëri për juve dëshiron t'i rritet pasuria dhe t'i shtohet, dhe t'i shtohet fuqia dhe jeta e tij, dhe njëherët pas vdekjes së tij të ketë emër dhe të përmendet emri i tij, falyasil rahimah, atë le ta mbon lidhjen farefisnore. Mbajtja e lidhjeve farefisnore është ti të flasësh dhe të kalosh të flasësh edhe nëse s'të flasin, të flasësh mirë me baba, shishi përmenda me babën tënd, me nënën tënde, me vëllezërit dhe motrat e tua, me dajallarët dhe tezet e tua dhe kështu ata shkallëgëriten. Pastaj Allahu Azza wa Jall, për me na qërtu, për me tregu se sa e rëndë është për ty i cili nuk mban lidhjet farefisnore, Allahu Azza wa Jall e bëri krahasim në Kur'an me ata kriminalet. Bëri krahasim e kriminalet me ata që bojnë çrregullime dhe fesadën në tokë, me ata që i përishin rendin si atë familjar, si atë shtetëror dhe atë botëror krejt, me ata kriminalet e mëdhaj, bëri krahasim. Të bëri krahasim ty apo personin i cili nuk i mban lidhjet farefisnore. Tha Allahu Azza wa Jall, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Tha Allahu, a mos ndodhen ndonjërit për juve kur na t'ja dhojna një pushtet, kur na ta ngrismi atë në pozit, kur na ati t'ja dhem një vend të çmueshëm dhe të mirë, si t'ja dhojna? Tha Allahu Azza wa Jall, mos ndodh kjo pastaj kur ti ipet kjo, ai dëban fesadën tuk dhe të shkput lidhjet farefisnore. A e vreni si krahasej Allahu Azza wa Jall me ata që bojnë çrregullimin botëror në kuft, të bëri krahasim ty që si man lidhjet farefisnore të krahasej me ta, e për ta është problemi kështu, tha Allahu Azza wa Jall, ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum, ata pra të cilët bojnë çrregullime dhe si mbojnë lidhjet farefisnore, ata tha janë që Allahu i ka mallkuar ata dhe ja ka bërë të shurdhër vesht të tyre dhe nuk shofin edhe me sytë e tyre. Kështu Allahu i përshujt jo veç kaq, po ti që si mban lidhjet, ai që si mban lidhjet farefisnore, e ka edhe pengesen mos me hy në xhenetin për të cilin na luftojmë, xhenetin për të cilin na veprojmë, xhenetin për të cilin na kryjmë ibadete. Ti nëse nuk i mban lidhjet farefisnore, nëse nuk e qen mirë me babaj, nanën, vëllezërit, motrat, kushëririt dhe agallarët dhe dajallarët, nëse se qënë ti mirë me ta, atë kjo është pengesë, përveç faljeve të mëkate që s'të falen, mëkate të vogla s'të falen gjatë muajit Ramazanit, nëse ki këtë problem, edhe e dyta është pengesë ty me çunë në xhennet, që shta pejgamberin hadithin që sjell Muslimi tha, la yadkhulul jannata qati'ir rahim, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, në xhennet s'ka me hy ai i cili i shkput lidhjet farefisnore. Jo veç kaq, po ty bëhet pengesë, po njëherë pengesë nëse simon, po që nëse i mon lidhjet farefisnore, atëherë është rruga më e lehta që ty për me të qunë në xhennet, sikur që hadithin që e sjell Buhariu dhe Muslimi për Ejubit el-Ensariut, Abu Ejub el-Ensariut, tha, erdhi një njeri tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha, i dërguari i Zotit, a ka mundësi më tregu për një vepër e cila kur ta veproj unë atë vepër hyn në xhennet? A ka mundësi më tregu? Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, po do të tregoj. Cilat janë? Tha pejgamberi alayhi salam, ta'budallaha wa la tushrik bihi shay'a. E para tha është ti adhuroje veç Zotin, atij shoqëri mos i ban. Wa tuqim as-salat, edhe dyta tha fale namazin, edhe treta wa tu'ti zakat, edhe jep zakatin, dhe e kata tha wa tasil rahim, edhe mboj lidhjet farefisnore. Sipas këtij hadithi, ata që adhurojnë Allahun që çdohet, ata që falin namazin dhe dhon zakatin dhe i mbojnë lidhjet farefisnore, këto janë rrugët nëse don me hinë xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Jo çkaç. Por prom ishte natë e gjumoje. Dhe na tregoi pejgamberi alayhi salatu wasalam që tha, çdo biri të Ademit, një hadith që Sheh e ka transmetuar Imam Ahmedi dhe disa të tjerë, dhe Sheh Albani ka thonë është hasan, edhe pse është fol pak në xhinxhirin e tij. Tha pejgamberi alayhi salam këtë hadith, në çdo natë të gjumoje, veprat e bijve të Ademit ngritën tek Allahu Azza wa Jall.
Edhe kur shkojnë atje, ngritën tek Allahu, mirë po tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha fala yaqbalu amala qati'ir rahim. Mirë po këtë vepra kur të ngritën tek Zoti, Allahu kur të sheh veprat e disa njerëzve që s'janë të mbojt mirë lidhjet farefisnore, ja refuzon, nuk ja pranon, ja kthen mrapsht veprat që ata i kanë bërë. Sado që të ke bërë vepra të mira aty, kur shkojnë mu pranu në fund të javës tek Allah azza wa jall, mi pranu ose mos mi pranu, Allahu i kthen mbrapa, sepse si ke mbojt lidhjet e tua farefisnore, sepse ti nuk je sill mirë me prindërit e tu, sepse ti nuk je sill mirë me vëllezërit e motrat e tua dhe me agallarët dhe dajallarët e tu. Pastaj, jo veç kaq, por nëse ti shkputur lidhjet farefisnore, dije se Allahu azza wa jall i ka shkputur lidhjet me ty. E kjo është rrezikshme shumë, nëse Allahu i shkputur lidhjet me ty. Ai Allah që gjatë këtij muaji e zbret rahmet veçantë, megjithatë ai i shkput lidhjet prej teje. Pse? Sepse ti ke shkput lidhjet me farefisnin tënde. Këtë na tregoi vet pejgamberi alayhi salatu wasalam. Një hadith që është sahihun li ghayrihi, që është Sheikhul Albani, thot Allahu azza wa jall këtë hadith kutsi thoni. Thot Allahu azza, unë jam Allahu, unë jam i gjithëmëshirshmi, dhe unë jam ai i cili e krijova lidhjen farefisnore dhe ja dhura emrin e shkoqita prej një pjesës se lidhja farefisnore është rahim. Emri Allahut Ar-Rahman, tha e shkoqita një pjesë prej emrit tim Ar-Rahman për mjalon emrin lidhjes farefisnore. Prandaj tha Allah azza wa jalla te hadith kusi, ai që i man lidhjet farefisnore, unë do t'i mboj lidhjet me të. Ai që shkput lidhjet farefisnore, unë do t'i shkputi lidhjet me të. Ndërsa disa të tjerë mund të thojnë se na do t'i kishmi mbojtur lidhjet farefisnore. Unë do t'a kisha vizitu nënën time, babain tim, vëllezërit e mi, motrat e mia, dajallarët e mi, edhe axhallarët e mi, unë do t'i kisha mbojtur, por e kam një problem, që sa herë unë e kam shku, i kam vizitu, ata asnjëherë s'm kanë ardhur mu. Unë sa herë përpi i flas babai tim, ai ka kokë ngrir, është bërë që dhe ai s'ma kthen. Sa herë i flas nënës time, ajo ma kthen mua kokën dhe nuk ma kthen përshëndetjen që një baj. Sa herë shkoj të vëllezërit mi vizitu se jemi të ndom, mi pa ata te one s'po vinë kur. Sa herë unë shkoj tek motrat, ato s'po vinë tek one. Sa herë shkoj te halla, te dajallarët, por ata tek one s'po vinë. Kjo është një keq kuptim dhe kjo është një nxitje prej shejtanit të mallkuar. Prandaj e përmenda në muajt Ramazanit që ti hekmi bilicytjet dhe vezveset e shejtanit, se kjo është një gabim. Për këtë na tha pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadithin që e sjell Buhariu, tha leysa alwasilu bil mukafi, nuk do të thotë që je kaiman fort lidhjet farefisnore, nëse ti e man lidhjen ai e mban me ty. Ti e viziton ai të viziton ty. Ti i flet babait ai ta kthen ty. Ti i flet nënës ai ta kthen, ajo ta kthen ty. Ti i flet vëllezërve ata ta flasin ty. Kjo nuk është komplet, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam. Walakin alwasil alladhi idha quti'at rahimuhu wasalah. Mi po lidhje farefisnore është nëse babai yt ka vendos ty mos më të fol, ti insiston vazhdimisht me i fol atij. Nëse nëna yte ka vendos ty mos më të fol se ke bën disa gabime, ti insiston vazhdimisht me i fol asaj. Nëse vllai yt ka ajt ka ndërprej, ajt ka shkoqit, ai nuk don me mojt lidhje, ti insiston me mojt. Ai s'të viziton, ti e viziton. Motra yte s'të viziton, ti insiston me vizitë. Edhe pse ndoshta ajo s'të viziton, se s'po don ti me e vizitu, por ti insiston. Kjo tha është lidhje farefisnore. Kështu na tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Prandaj vëllezërit të dashur musliman, jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaj që thash janë të lidhur gjeneralet e shejtanëve. Prandaj shfrytëzoni si rast. Ta shfrytëzojmë ne të gjithë si rast. Nëse ndonjëri prej neve ka ndonjë zbehje të lidhjeve farefisnore, qof me babain e tij, nënën e tij, vëllezërit e tij, motrat e tij, dajallarët e tij, atëherë ti forcojna, është rast i volishëm, ti thirrni me një iftar, t'ja qes me një iftar, ti shkojna edhe nëse të po vina, spote, po vim 2 kafshat, një gotë ujë dhe një hurm, po i pe hatë ti, mjafton iftari se me kaq kryhet. Kështu që me këtë është rast i volishëm, ti mbajna dhe ti forcojna lidhjet farefisnore, nëse ne dëshirojmë që pastaj kur dalmi prej muajit Ramazanit, me kon sebeb mana u fal gjinohet e tona të vogla. E lusmi Allahun azza wa jall të na fal, të na mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jall
muslimanëve ku do në botë që janë, Allahu të ju ndihmon. Lusmi Allahun azza wa jall prej derës së rayyanit në xhenet atje të na dërgon. Lusmi Allahun azza wa jall në shoqëri me pejgamberët atje të jemi. Walhamdulillahi rabbil alamin.